Të ndërtuara gjatë 2 dekadave të fundit, këto objekte paleje në zonën e plazhit në Durrës më në fund do të legalizohen. Pas bllokimit të këtij procesi ndër vite për shkak të rëndësisë së zonës turistike ku janë ndërtuar, me ligjin e ri ka nisur shqyrtimi i dosjeve për këto objekte informale. Me këto ndryshime do të përfitojnë rreth 2000 persona që i kanë deklaruar ndërtimet pa leje që nga nisja e këtij procesi. Aktualisht ne po punojmë me grupet e terrenit në zonën e Shkozet Dyshit ku po bëhen madhik në terren, verifikime, riverifikime të dosjeve që janë në zonën e Shkozet Dyshit. Po kështu, me daljen e ligjit të ri, një zgjidhje të ndërtimeve formale të kësaj zone është dhënë dhe atyre që janë me tokë me ishpërnar. Pra është heqja i kriterit që ndaloj legalizimi i ndërtimeve pa leje mbi 3 kade. Vetëm gjatë 3 muajve të fundit, Drejtoria e Luiznit në Durrës ka shpërndar 1200 leje legalizimi, nga rreth 2400 që janë shpërndar në 8 vite nga kjo drejtori. Në qytetin e Durrësit numërohen gati 40.000 vetë deklarime për ndërtimet e paligjshme.